Discover Aperty, the photo editor designed for professional photographers seeking quality and Radio Vlera. Emisioni argëtuese e Shtuna Gazmore. Udhëheq dhe autori i emisionit Agim Gashi. Mirë mbrëma dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e radios suaj, mirë se erdhët në Radio Vlera në emisionin e rregullt argëtues humoristik e Shtuna Gazmore. Urime për gjithë ata që kanë pas sot ditëlindjet dhe gjithë ata që kanë pas gëzime të ndryshme familjare, uroj nga zemra edhe nga 100 për ata që kanë pas ditëlindje dhe për juve që keni pas edhe festa ose gëzime tjera familjare, nga zemra ju uroj që gjithmonë në familjet dhe votrat tuaja të mbretëroj gëzimi, festa dhe hare. Si zakonisht për plot 2 orë, pra deri në orën 21, do jem bashkarisht në emisionin e rregullt argëtues humoristik. Emision ky kontaktues ku pas pak ju mund të na kontaktoni nëpërmes Viberit në +33 758 280 817 për të na sjellur barcoletat, anekdotat, mahit voglat, pra gjithsesi ndonjë ngjarje humoristike nga jeta juaj, ju që dëshironi ta sfidoni veten në kuizin e radios mund ta bëni edhe këtë, por gjithashtu presim edhe dëgjuesit që dëshirojnë të këndojnë dhe të na argëtojnë bashkarisht. Çdo gjë që shkon në favor të argëtimit dhe të relaksit edhe këtu në studio, edhe atje ku jeni duke na ndjekur, është e mirëseardhur në valët e radios suaj, valët e Radio Vlera. Fillimisht do shkoj me një këngë me cilën ju përshëndes dhe ju uroj mirëseardhje dhe pas këngës do hapim edhe portën nëpërmes Viberit. Përshëndetje për gjithë dëgjuesit që na ndjekin në të gjitha format e mundshme. I përshëndes dëgjuesit e parë që ishin këtu në live stream, Nexmije Xhamali. Përshëndesim burbuçe vetojnë po ashtu. Një përshëndetje edhe për Agim Zeqirin në Kanada, thot përshëndetje Agim Gashi ty dhe gjithë shikuesit, faleminderit, gjithashtu përshëndetje. Ne është edhe poetja Alketa Lamaj, e përshëndes dhe i uroj çaste të bukura në vazhdim.
Po ashtu, një përshëndetje shkon edhe për vendosën Selvije Veliu, e cila është me ne. Përshëndetje edhe për dëgjuesin e rregulltën Vel Fazliu, mandej përshëndes vendosën dhe poetin Aselzoni në Norvegji. Nezmia Gjemali thot përshëndetje zotri Agem, përshëndetje dëgjues, kaloni bukur. Edhe për buqë fletoj, thotë mirë brama, përshëndetje zotri Agem dhe njashtu dhe gjithë dëgjuesit të Radio Vlera. Një përshëndetje na vjen edhe nga Valbone. Alili, mirë brama, përshëndetje Radio Vlera, kaloni sa më bukur, faleminderit, kalo bukur edhe të në vazhdim Valbone. Miku Nasir thot përshëndetje për ju, moderator Agim Gashi, përshëndetje edhe për ju, dëgjues të kësaj radio me Vlera, respekt nga Norvegjia, faleminderit, respekt e përshëndetje edhe ty në Norvegji. Bedri Gashi, kushëriri im është me ne, thot mirë brama kushëri Agem dhe ju dëgjues, faleminderit shumë. I nderuari Enver Fazliu thot përshëndetje stafi dhe ju vllai nderuar Agim Drenica, si dhe përshëndes vëllezërit dhe motrat që marrin pjesë, respekt për gjithë, faleminderit, respekt gjithashtu për ty. E qaste të bukura në vazhdim. Në emisionin e rregull të së shtunës arktuse dhe shpresoj që jeni duke kaluar bukur. Një përshëndetje shkon edhe për vendosën time që jeton në Gjermani, Fatmire Aliun, duke uruar qaste të bukura, mbrëmjet bukur me Radio Vlera. Fatmire thotë mirë mbrëma Agim Gashi, përshëndetje dhe gjithë dëgjuesit, faleminderit gjithashtu përshëndetje. Një përshëndetje edhe për një dëgjuesit tonë të rregull që kam gjithashtu respekt, është Marjeta Makaj me ne. E përshëndesim Marjetën dhe ju urojmë suksese edhe në punën e saj gjithsesi. E kështu me radhë. Të dashur dëgjuese, sonte kemi nderin që këto momente ta prezantojmë edhe një këngë që pak para një ore diku parafërsisht është lansuar në YouTube dhe vjen pikërisht nga këngëtarja mirënjohur, këngëtarja me Vlera, Asia Hoti Kida, dhe kënga titullohet Vrasësi në sofër. Do ta promovojmë sonte, do ta nxjerrim këtë këngë si zakonisht në emisionin në valë të Radio Vlera. Është vendi ku vërtet ne me dëshirë i lansojmë edhe i promovojmë vlerat shqiptare. Kështu që bashkërisht do ta ndjekim për herë të parë këtë këngë në valë të Radio Vlera, kënga Meri, e përgëzojmë edhe një herë këngëtaren e madhe Asia Hoti Kida.
tonë vllanë dhe Kosovën. Kjo t'mallë ku për 1000 vjet. Kushan e mikut e jashtrin e dorën, hap me dur gorin e vet. Kushan e mikut e jashtrin e dorën, hap me dur gorin e vet. Kushan e mikut e jashtrin e dorën, hap me dur gorin e vet. E dëgjuam këtë këngë shumë të bukur, e përgëzojmë edhe i urojmë suksese, vetëm suksese këngëtarës së mirënjohur Asie Hoti Kida. Vërtet një këngë shumë aktuale me një mesazh të qartë, muzike përzgjedhur, gjithsesi të gjitha komponentët e këngës janë në nivelin e duhur, për çka e përgëzojmë edhe tekst shkruasin Mark Deda, edhe gjithashtu muzikën në orkestrimin Alfred Qemajlja, gjithashtu edhe produksionin që kanë nxjerrë këtë këngë, por një falënderim për këngëtaren Asie që i ka dhënë shpirt këngës. Dashur dëgjues, jemi drejtë për drejtë në Radio Vlera në emisionin argëtues, pra, humoristik e Shtuna Kazmure. Me ne është edhe Natasha Shameti, përshëndes, edhe i uroj qaste të bukura, ka shkruar suksesen. Gjithashtu me ne është edhe Medali Islami, të përshëndetje të gjithëve. Faleminderit Medali, përshëndesim edhe ne dhe të urojmë qaste të bukura gjithashtu në vazhdim me Radio Vlera. Të dashur dëgjues, juve që dëshironi të kyqeni, të na sjellni barcoletat, anekdotat, meselet, gjithashtu fjalë torta, pse jo ta sfidoni veten këndim, dhe në kuizin e radios jeni të mirëseardhur duke na kontaktuar nëpërmes Viberit në +33 758 280 117. Para mikrofoni për juve është i hapur dhe ju mirëpresim. E ne si zakonisht shkojmë me këngë të përzgjedhura në Radio Vlera për disponimin tuaj. Do shkojmë edhe me një këngë premier sonte nga Zyle Krasniqi, një këngëtare e vjetër që një kohë ka pauzuar, megjithatë po e shoh këtu që ka sjell një këngë, të shohim a është këngë e përpunuar apo ndonjë këngë e re e saj. Mirë se erdhe, moj pranver. Ta dëgjojmë këtë këngë bashkarisht. Një përshëndetje shkon edhe për mikun Ramadan Buliqi në Bruxelles, cili të uroj qaste të bukura me Radio Vlera edhe në vazhdim. Bashkë me të ri, me të ri ma
Dëgjues të nderuar, këtu nëftoj që nesër si zakonisht pra nga ora 16 deri në 17 do të ishte emisioni për fëmijë, por meqense jemi në fund vitit e lam bashkërisht me moderatoren e Radio Vlera pra, me Lera Gjoshin. Pas nesër mbrëma pra, me datën 30 ne do të përshëndetemi bashkërisht me të dhe me juve, duke falenderuar për bashkëpunimin dhe për gjitha që i kemi kaluar bashkërisht një vit të plot. Dhe kështu që nesër nuk do të ketë emision nga ora 16, pra edhe mbrëmjes do të kemë, por pas nesër do të jemi në një emision festiv, pra në mbrëmjen nga ora 19 bashkërisht me moderatoren Vlera Gjoshi, nga ora 19 deri në orën 21, nëse shohim të arsyeshme dhe ka telefonata dhe dëgjues, do vazhdojmë edhe më shumë. Ju falenderoj për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin. Një përshëndetje shkon edhe për dëgjuesin tonë të rregullt, mikun Fadel, mikun Fadel Tashevci, përshëndes, të përshëndetje miku Agem dhe ju prezent, uroj të kaloni sa më bukur pranë valve Radio Vlera. Faleminderit edhe ne të përshëndesim dhe të urojmë gjithashtu çaste të bukura në vazhdim me Radio Vlera. Përshëndes edhe një vendastimin respekt gjithmonë edhe për ja Abrin, gjithashtu që është me ne. Para disa vitev ka lojmi zi, po na vika serbi me ushtrin e ti, me ushtrin e ti. Kosova, nga dal shka lashin men, s'ka djanone që shkel këtë men more nga dal shka të thafte goja, jo nuk shkelet kur Kosova, nga dal shka lashin men, s'ka djanone që shkel këtë men more Një përshëndetje dhe për nderuarin e Ram Lajqi, thot përshëndetje për ju nga Vjena dhe kushëririn Mustafa Lajqi. Përshëndes edhe juve dhe kushëririn tuaj Mustafa Lajqi. Mos ma bërek shka tu ka gjinin, shale kam shkenzen haradinin o jo staljo shka daljen deti, gjale kam unë sali qekun, mos ma bërek shka Mitrovicen, gjale kam vekim Berishen o Një përshëndetje edhe për të nderuarin
Abedin Keqina. E dëgjuam edhe këtë këngë të bukur, jemi rikthyer të dashur dëgjues, jemi drejt për drejt në Radio Vlera në emisionin Argëtues humoristik e shtunë gazemor. Një përshëndetje na vjen nga Shërmetala, zot përshëndetje kem ty dhe dëgjuesit. Faleminderit, përshëndetje edhe për ty, i nderuar Shërmet. Dëgjuam edhe këtë këngë të bukur dhe u rikthyem të dashur dëgjues, jemi drejt për drejt në radio. Get
shketa se vdore s'po maja len zemrën në qet hajtë mori ky marake kur i po më shkon me një javë për ty shpirtim digjet flake me mara gjithë shkan ket bolbohet me sevda marë me sevda valla kur i gjos në rohe me mara gjithë shkan ket bolbohet me sevda marë me sevda valla kur i gjos në rohe Veçmet po ka shije se m'ka zon e shketa dashnije s'po maja len zemrën në qet hajtë mori ky marake kur i po më shkon me një javë për ty shpirtim digjet flake me mara gjithë shkan ket bolbohet me sevda marë me sevda valla kur i gjos në rohe me mara gjithë shkan ket bolbohet me sevda marë me sevda valla kur i gjos në rohe Në ka përshëndetur edhe e ndërruara vendosja Selvie Deliu. Përshëndetje sot për juve dhe gjithë dëgjuesit. Nëse ka mundësi, kisha pas dëshirë të dëgjoj këngëtarin Burim Coka dhe këngën për dëshmorin Sadri Latifaj, tekstin e cilës këngë keni shkruar ju i ndërruara gjem. Faleminderit shumë. Do ta dëgjojmë në këtë këngën në vazhdim. Përshëndes edhe unë, do të uroj qaste të bukura e ndërruara Selvia. Jemi drejt për drejt të dashur dëgjues, jemi në emisionin e rregullt humoristik, argëtuese Shtuna Gazmori. Përshëndes edhe dëgjuesit të cilët na ndjekin edhe në platformën e Radio Shqiptare në Shkabaj, po ashtu përshëndes edhe ata që na ndjekin tek faqja zyrtare në Google 3 herë www.radiolera.com. Gjithë jeni të përshëndetur. Por ju që jeni duke na ndjekur në live stream, ju kisha lutur ta bëni shpërndarjen e emisionit, për çka ju falenderoj paraprakisht dhe vazhdojmë tutje dashur dëgjues, një përshëndetje edhe për gazetarin dhe mikun tim Sabit Istogun nga Skënderaj, i cili është me ne, ju uroj qaste të bukura në vazhdim. E përshëndesim edhe poetën Alime Musa, që është duke shoqëruar me valë të Radio Leras. Ne do shkojmë të plotësojmë dëshirën dëgjuesës son të nderuar Selvie Deliut, dhe në vazhdim do ta dëgjojmë këngën për dëshmorin Sadri Latifaj, të kënduar nga Burim Coka në muzikë të Shaqet Sarvadikut, tekstin unë pro Agim Goshi. Dëgjojmë të këndshëm vazhdim dhe disponim të këndshëm e nderuar Selvie. Një përshëndetje na vjen edhe nga Agim Berisha, përshëndetje Agim Goshi dhe ju dëgjuesit, faleminderit shumë, gjithashtu përshëndetje edhe për juve i nderuar Agim Berisha. Sadri Latifaj, një djalë bashkjan,
Dëgjuam edhe këtë këngë, jemi drejt për drejt të dashur dëgjuese në Radio Vlera në emisionin Argëtues e Shtuna Gazmore. Ju që dëshironi të merrni pjesë dhe të na kontaktoni, mund të bëni edhe pjesë e vërtet e kvizit të radios, ku do të mësojmë bashkarisht me ju, por edhe mund na sillni edhe mund të na këndoni para mikrofonit Radio Vlera. Dhe kam thënë edhe më parë, dhe sa më shumë që sa më keq që këndojmë del më mirë, sepse jemi në një emision argëtues dhe nuk e dihet hiç, fatet ndoshta nuk e dini që këndoni bukur, mund të këndoni edhe bukur dhe mund të zbuloni talentin tuaj të mshet. Kështu që ju falenderoj që jeni duke u shoqëruar me ne, me shpresë që po kaloni edhe ju bukur. Një përshëndetje edhe për këngëtaren e madhe e shkurte Ader Gjonaj që është me ne. Ne po shkojmë në këngë që kisha bërë gati dhe do rikthehemi të dashur dëgjues. Ju mirëpres. Shumë e njerit ashtu dhe mu e voqare s'kam
jemi duke dëgjuar këngëtaren e vlerave Shkurtë Adërgjone dhe këngën e saj më të re, O Deçan Zemra po të kënon. E përgëzojmë këngëtaren për këtë këngë bukur e cila ka zëdhen tashmë edhe në fonotekën e Radio Vlera. O Deçan zemra po të don, sa herë shamallin ma shton, du me ardh me ty me u knaq, babe nana me i përqaf, du me i pa motra vlazni, kushërije dhe shaqni, me të bashke me uqmal, si di kura me u knaq. Du me i pa pjeshket e larta, ujtë e thot që vjen nga bora, du në kroje uj me pi, ku valëzojnë shqipet për Ka shkruar Miko Fadil Tashevci, valla kem bol talent jam, veç zdi me këndu. Ama i tham shokut tem, thot që me tales, me këndu për mua. Gjithsesi është i mesardhur dhe i presim. Du me i pa kullat e gurit, ku lidh besa e burit, m'ka marrë malli për kullat gjyshit, ku batas ma e fisit. Du me i pa herojt e mi, që t'bajnë roje dhe qanë ty, shtatin lartë o si vigana, o sa shumë ta shtojnë hijeshin. Një përshëndetje shkon edhe për mikun Jakub Porokovci, i cili është me ne, përshëndes dhe uroj qaste të bukura, përshëndetje edhe për Fida. Thot përshëndetje për ju, përshëndetje gjithashtu dhe juve, përshëndesim dhe i dëshirim mirëseardhje edhe Leila Goshi. O Deçan zemra po ton, sa herë shamallin ma shton, hajdi jo vllazni, bashk me nejt kafe me pi, bashk me nejt e me u knaq, në pushim o me shku bashk, doj me u knaq si ty në herë, hej, me knu kongë bashk me nej. E përgëzojmë edhe këngëtaren Shkurtë Adërgjonej. Ne falenderojmë që na nderon me prezencën e saj kur ka kohë. Ne dim që vërtet ajo është e angazhuar shumë në punën e saj krijuese, megjithatë na nderon dhe kur ka kohë është me ne. E falenderojmë shumë. Na shkruan edhe e nderuara Leila Goshi, thotë mirë se u gjeta, mirë se na erdhe, shpresoj të kalosh bukur në mesin e dëgjuesve të mrekullueshëm të Radio Vlera, gjithashtu dhe valvatash do të kësaj radio. Një përshëndetje edhe për mikun tim krijues, poetin Faruk Buzhala, duke i dëshiruar dhe uruar qaste të bukura gjithashtu në vazhdim me Radio Vlera. Të dashur dëgjues, dritargja pra dhe mundësia për të kontaktuar është hapur nëpërmes Viberit të radios në +33 758 280 817. Këtë numër e keni të afishuar edhe në live stream ku po shkojmë drejt për drejt, po këtë numër e gjeni edhe tek e gjeni gjithashtu edhe në faqen e Radio Vlera në Facebook. Andaj mos hezitoni, na kontaktoni, ne jemi dhe do jemi këtu për ju deri në orën 21 si zakonisht.
Dandelion ist eine ganz spezielle institution wo relativ die Mitarbeitende alle von ABZ. Ju kërkoj falje se na ikuni publicitet dhe tash besoj që ka nga është gati. Në shkruan edhe vendosja Fatmir Aliu në Viberën e radios, mirë brama, ju përshëndes, do të kaloni sa më bukur nëse ka mundësi një këngë nga Ilir Shaqiri. Gjithsesi, do ta dëgjojmë një këngë për dëshirën tuaj, vendosja ime nderuar të kërkoj falje, sepse vërtet herën e fundit nuk e kam pa shkrimin tuaj. Respekt gjithmonë. Dëgjuam edhe këtë këngë dhe u rikthyem kemi të pak. E kemi tashmë linë drejt për drejt edhe të nderuarin Agim Berisha, i dëshiroj mirëseardhje, mirëmbrëma i nderuar Agim. Mirëmbrëma, përshëndetje Agim Gashi për ty dhe gjithë dëgjuesit e Radio Vlera. Përshëndetje edhe mirë se erdhe, si të kemi, si e kalon ti? Vllai mirë është përgjumshëm. Pse qa u bo ashtu, ke punua, po... Jo, vallai, të nejtë kish pason gjumin i gjumë, oho, shkriesha. Ti si je? Mirë ja ke bo, mirë dhone si zakonisht e mirë jam, mirë po kalojmi. Kuha pa kuftoh, po këfjallët ka qenë sënë një ditë me djel, po që shtë eshin këtë nërë djel me dhamë. Po.
Po qa ka të reja nejt për i Kosovë, jeni, është koha mirë, është ka borë? Jo, borë nuk ka, mirë është, nuk është, edhe ftaft nuk është ashtu mirë, është shumë bile. Po, shumë mirë. Jo, shaj keni punë atje? Për njerë mirë deri këtu, mirë kena, mirë po shkon edhe këj vetë, po në afru gati ves. Po, valla. Po qa me po? Jo, kur pingon njëri do loj me do sene për një me dërtit po shgenjet, se ruhen do sene të ronë, do punë të këqia, bashkë kur din, bashkat dretartë, ka munges rrimë vena, se di, është për serit, ku jam une, nuk u nalë. Nashta është edhe ngarkes, dikon gjithë gjashtë e mundër, po besoj që do të kalojnë edhe këtë fazë, edhe këtë situatë të kryuar. Po kryesore, besoj që po kënaqni edhe ju me mërgjimtarët, edhe ata shpresoj të kalojnë bukur atje. Jo, pa ta zoti mësë në losht kurës njëherë, se na jem pak, po du me thonë, fukara, po zemër gjonë. Jo, di. Jo, falenderojmë shumë që na pritni mirë, edhe jam i sigurt që çdo herë do na pritni do kalojmë bukur. Ja, ta man puna. Atëherë do të na kënesh të na kësjell në Barcelet para se me shku te Konga. Jo, son të du me ju knu për gjëmshëm. Hajde, të dëgjoni ka. Për gjëmshëm, s'ka problem, në knasit të prejtë. Shkojmë. Hajde, vequrna. Të reja një shpati ti shovasi te kurë ti posh, o ruza të në fëtëm. Kurë ti jo posh, o ruza të në fëtë, krejt prej menes, roja ma bitem. Hirejta prej menes, maja ma bitem, ka shku dora, dhalti jo me qitem. Ka shku dora, vete në me myte, shvedi sy zeza, marë muava vete. Djala i do dhe te ploqi në syte, smutoja me kon, që pesja dete. Smutoja me kon, që pesja dhe nuk i je vord, do dhe në me poem. Një përsor, djall të jo të do dhe, marë vishu do dhe, dhe kisha dalë per poram. Zemrat knoftë gjithmonë, faleminderit shumë, po kënaqë mirë edhe flajt, edhe për gjëmshëm. Po që me vot, zen ka njerë puna. Po, faleminderit Takim Gashi, përgëzoj për emisionin, mos të marrë kohë, ma shumë. Nëse dëshiron, mundesh me kënu dhe kongë, faleminderit shumë për i tejet që jemi neve. Po ty bebes, po di. Shkojmë edhe me një. Hajde, veçur. O zogi vonuan, kendo kongen time, kongen e pambaruar, te dashuri si me. O
zogë mos fluturoj, mbi fushën e pafund. Pritem dhe një herë pritem, po t'lutem o zog. Zëri se në dëgjohet, detin gjumë se ven, e konga te lodhet, deti ta përvin. O zog mos fluturo, mbi detin e gjer, mos mu largo, mos me lete mjer. O kongen grohur, tumba papajnë tem, në groma shpiritin eftohur, letë so ma bren gun tem. O zog mos qoja shumë, kendo per lirim, mos i vej kenget në gjumë, gezoje gjithë njerëzin. Mos i vej kenget në gjumë, gezoje gjithë njerëzin. Të përgëzoj shumë, të falenderoj për zemërsisht për kënaqësinë që na dhurove dhe të uroj një mbrëmje të bukur e të presim edhe hera tjera. Shumë faleminderit. Gjithashtu Agim Goshi, uroj që t'jesh edhe ti me gjithë familje shëndosh, nashta ndëgjohemi se ka kohë dhe pak, Gjithsesi, po si do qoftë urime edhe për festat e fund vitit, inshallah në rreth por e kem shëndetin, edhe kur e kem shëndetin e kem edhe vullnetin edhe pranimin këtu përmes kësaj radio të bukur, i përshëndes edhe gjithë ndëgjuesit, një natë mirë e mirë ndëgjoshme. natën e mirë, gjithsesi ju njoftoj edhe ty edhe dëgjuesit që nesër nashta s'do të kemi emision, por me 30-ën, domethënë pas nesër mbrëmje, do të jam bashkërisht me Vlera Gjoshin, me bashkëmoderatorën e Radio Vlerës në emisionin për fëmijë. Në mbrëmje do të jem bashkërisht për një 2 orë, do të keni mundësi edhe ju të na përshëndetni edhe ne të urojmë fund vitin dhe vitin e ri, kështu që do takohemi edhe një herë para se të ndërrohen vitet. Faleminderit shumë edhe një herë. Me shumë kënaqësi Agim Goshi, natën e mirë. Respekt e miru dëgjofshim natën. Ndonjë natën e mirë themi edhe të nderuarit Agim Berisha, cilin e falenderoj shumë për këto këngë bukura që na i dhuroi. Në vazhdim do shkojmë me Ilir Shaqirin dhe një këngë që shkon për vendasën ti me Fatmire Aliun. Ti kur ishe vogloshe, isha quni ri,
na ka rritur në redaksionin e shkrimit nga Sabilia. Të përshëndetja kem një herë të përshëndesur gjithë dëgjuesit, uroj mbrëmje të bukur me mbar familjen tonë. Faleminderit shumë, ne të përshëndesim Sabile dhe të urojmë gjithashtu një mbrëmje të bukur, qashtu të bukur me Radio Vlera. Shoh në ndër kur më vinje ti, zjen krush dhe kraharori të të mbaj në qi. Mjeri unë se që më i këtë noqës të bash, të të putë me ashtë djegur sytë të u gjumash. Ata lotë syrit të ndëbese pat retur, shtatë jetë ti kanë kova moja, s'kundës ti kanë gjetur. Mali zemë si me moj, kënge vaj bashkuar, kënge pa kënduar moj, vaj pa vaj duar. Mali zemë si me moj, kënge vaj bashkuar, kënge pa kënduar moj, vaj pa vaj duar. Ishe vogëloshe, ishe quni di, ata lotë syre të ndë moj, dhe se pa të retur, shtatë vjet në radhë ti kërkova e as kundës ti kam gjetur. Ata lotë syre të ndë dhe se pa të retur, shtatë vjet ti kërkova moj, as kundës ti kam gjetur. Mali zemë si me moj, kënge vaj bashkuar, kënge pa kënduar moj, vaj pa vaj duar. Mali zemë si me moj, kënge vaj bashkuar, kënge pa kënduar moj, vaj pa vaj duar. E dëgjuam edhe këtë këngë dhe jemi rikthyer, edhe shpresoj që edhe ju jeni duke kaluar bukur, të dashur dëgjues. Do shkojmë të lexojmë ndonjë përshëndetje, nëse më mbyll live këtu, më ka nik me siguri shumë përshëndetje tuajat. Ju kërkoj falje dhe shpresoj të mirë kuptohemi, të dashur dëgjues. Ju presim drejt për drejt, jemi në Radio Vlera, ora 20:18 minuta, kemi kohë të mjaftueshme. Qunë bre quno, quno i rije, as kush halli s'po ma din, se kam rënë dëshnije.
Jemi drejt për drejt e dashur dëgjues në emisionin Argëtues humoristike e shtunë Kazmore. Shpresoj t'jeni duke kaluar dhe ju bukur dhe uroj të kalojmë bukur deri në fund të këtij emisioni. Na ka arritur edhe një përshëndetje, nëse zgaboj do i lexoj. Përshëndesim edhe Fida që është me ne si zakonisht, mandoj një përshëndetje për Mirsat Goshën gjithashtu që janë shoqëri me ne, një përshëndetje për Sabit Smojlin në Hyneng të Francës. Na ka shkruar Prand Qosja, thotë mirë mbrëma dhe gëzuar festat e fundvitit. Qoftë një vit i mbar dhe plot shëndet, suksese edhe mbarësi për ju Radio Vlera dhe juve Zotëria Gem dhe gjithë dëgjuesit të saj. Ju përshëndes edhe ne të përshëndesim i nderuar prim dhe të urojmë qaste të bukura. Një përshëndetje Maksi Borrell gjithashtu. Përshëndes edhe Gjylasvije Goshën që është me ne, uroj qaste të bukura me Radio Vlera edhe asaj në vazhdim bashkë me gjithë dëgjuesit të tjerë që janë duke u shoqëruar me ne, po edhe disa shkrime, po mikën shpresoj që do t'i gjejmë dhe do i lexojmë edhe ato në vazhdim. Një përshëndetje shkon edhe për Vjollë Salojqen e cila është me ne, duke i uruar një mbrëmje të bukur, qaste të bukura me Radio Vlera në vazhdim.
Një përshëndetje, në vjen nga Vjollë Salaj, që thëtë përshëndetje njerëz të mirë. A jeni ardhë, ju gërbeqar, në Kosovë, a ka po gjindeni? Dikush ka ardhë, dikush ka mbet këtu në për rrugëve të Evropës. Gjithë ata që kanë ardhë atje, pushimet këndshme dhe qastet bukura në dhejun tonë të dashur. E dëgjuam edhe këtë këngë të bukur dhe u rikthym të dashur dëgjuese, jemi drejt për drejtë në Radio Lera në emisionin e rregullt argëtues humoristik e Shtuna Gazmore. Shpresoj dhe uroj që të jeni duke kaluar edhe ju bukur bashkarisht me ne. Do shkojmë edhe me një këngë, por para sa të shkojmë me këngën e marrim telefonuesin E kemi tashmon linje dëgjuesin tonë të radhës i dëshirojmë mirësore, mirë mbroma. Mirë mbroma, ju Shërëmeti këtu. O, Shërëmet, mirë se na erdhe, si je, si po kalon? Besë shumë bukur mirë, edhe mirë si tani ju azonin se këtë gjamati nuk më thirë, por nuk mu isha me ta regjistru numrin tonë, nuk po muj me telefon për pa më thirë ti. Në herbeq më atë fingërat, tani unë regjistroj për ndryshe, rrafë që gjithë orës për mu me regjistru. Jo, po që bona mirë që të thira, je mirë, si po kalon ti? Shumë bukur mirë, ju si e një si të kom t'ja. Mirë, falemderit. Familjen si ke? Po mirë, krejt një herë jemi, krejt në rregull. Shola gjithmonë mirë je. A nej si është gjendja të ju, si po kalon e jenë Kosovë, a jenë Gjermani? Jo jenë Gjermani, jo mirë, o koha, pak vrant është, ftëp nuk është, a vrant po. Po, për njerë, edhe të na që ashtu sot ka qenë këfjellët, po ftëf pak minus ka qenë deri dikun ka ora 10, tani mirë është, mirë ka qenë zot. Mirë, nuk është kënë këtë në herë që Ja, mirë është. Gërishin allë, latë shkeshin ka 1 metër në për shpijas që tash nuk ka dimën bre kjo e letë është. Mirë është, mirë. A në kësjel, nëj anekdot, nëj Barceleta, dhe me kënu se Miku Fadil të ka bo Shokë jam Rëdbulli. Rëdbulli të kanë gjithë dorën, tha kënën, tha Shërëmeti. E një jëbër po bëj hajgore ka pak se vët ma kisha dash me konkunator se më dhëndi janë. Po s'ka gojle, edhe unë s'jam po t'ja kanë herë edhe në po e bashkan gjithë nëse nësë jena këngëtar, po sa kohojle, jena ta mërë. Aja ke nisë me kënu edhe? Po kënojën vish pja në Olizoni. Në Olizoni, apo në një kush që tash? Jo, kërkush që hajde vish unë e të jena. A është edhe Rëdbulli? Rëdbulli veç haj për në një tjetër kush jam kom nalë tonë dhe që për nalë ka nalë që nalë tonë dhe zonën veç. Nalë javë tonë dhe këtë më stomnin se kishin të në kërkush nuk njën veç unë e të dhe Rëdbulli. Që tash unë ja piskas unë në kupë cilës, këtu se këjsin e mirë i kam. Pa të herë me kënasi, po të ndëgjojna. O marje mira, o që shkëndo me vje, ta o morë gjumi, o marë roshe fje, ta o morë gjumi, e marë roshe fje, ta. U morë gjumi e roshe fjeta, Kuro qovani vite gjeta, oj vito se gjeta. Kuro qovani vite gjeta, mora rrugën e Shadravanit. Mora rrugën e Shadravanit, zateta, vanë cikët Shabonit, cikët Shabonit. Zateta në cikët Shabonit, tu i maru, vash puta i jaronit, vash puta i jaronit. Tu i maru, vash puta i jaronit, tu i adhonë për birat gordvit, për birat gordvit. Tu i adhonë për birat gordvit,
Për Bajramit djaloj bojsh mesnete, për Bajramit djaloj bojsh mesnete, ditë shin gjergjit, o të marën do da vapet, o do da apet. Zemrat knoft e knoft gjithmonë Shëremet e ndëruar. Me të vërtet, po këna ishe mirë mërë, po këna në të mirë, zonën e kitë mirë, halo. Kush e kun pas një flo, ma din, Po, e nes mu kanë që zoni se unë e dalë këtu në malë, po të gjallë se kom largë, a geme t'ja kërsas, së për lukt hajdarit. Te ja din ku lukt hajdarit që atje po qëshja, qëre edhe Bretbulli thot prete, thot aga Shëremet. Të këndof zemra, po thot. O, faleminderit Rotbullit, thuj, o, pa Rotbullin unë e ha një pullë. Me gjithë fesh në ha. E di, po... I përshëndes, agim gjithë ndëgjusit, qaj ki krejt përshëndetit, ti veç ma të ngrom telefon të me një herë, se unë e mora telefonit të tërkujna tani unë të regjistroj numrin se nuk po di pse s'po mëj se... Për njerë tonën s'di, kam dikon të të lypi që to gjekin, që to që më falë që e morra, që to thira, po do të regjistroj, besoj që e kem dikon, nuk di masi... Po në Facebook, apo ta qetë numrin të jo? Ja, në Facebook nuk e qetë numrin, veç e amnin ato, po ndërkohë ti nëse s'pritan jep numrin Fadilit, aj ma për cjellë mund të regjistroj numrin edhe shkrujet. E Rotbullit atë numrin tem, të vitë si ngrat manjerë... Heq, mësë, bo marak, pa problem, heq. Shumë faleminderit agim, e rënësh gjithmonë se na knoqe. Bashk me juve. Se muzikën, sikur ti që e ki muzikën nuk ekziston në radio, kërkun heq, ta muzikën ta këndyr, po unë një kohë gjatë gatë nuk këmë firë në paradio, unë e dhe Fadilis. Ja, s'ka problem, për ata. A me dëgju, këmë dëgju, shumë. Kur dë vish këtu gjithmonë të na ki respektin edhe të edhe gjithë dëgjusit, na jemi njerëz, kemi probleme, kemi hallet tona, kemi jetën, kemi njerëzit familjarët, kështu që kur të keni ku, këtu jeni të mirësat. Shumë faleminderit për juve. A ki në dëshirë muzikore masë thirë, e ke... Valloj, ato e din ti... Rëtbullin, ajtë ma vanë, po do të nëzirë. Cilën kongë shqeqera, që shtrejnë asojna... E din ti mirë. Do të qojnë një kongë gjithësëse edhe për Rëtbullit. Elizabeta Markon, po do të dëgjojmë edhe herësonte. Falemderit shumë. Ani, kalofshit mirë, notën e mirë njerë. Gjithë mirat, respekt e miru dëgjofshim. Respekt, të gjithë mirat. Ishte inderuar Shëremetale, cilën e falenderoj për zamërsisht për kohën që ndau bashkarisht me ne, për këngën e bukur që na këndoj, edhe për gëzoj gjithësëse, dhe ju mos hezitoni, na kontaktoni në përmes Viberit në +33 758 280 817 dhe do të keni mundësi dhe hapësirë për të shprehur edhe talentin tuaj, edhe për të na arktuar ne këtu në studio dhe dëgjuesit e shumë që janë duke na ndjekur. Një përshëndetje shkon edhe për mikun tim të letra, poetin Lumni Nimoni, i cili është me ne, i uroj një mbrëmje të bukur, qaste të bukura me Radio Vlera. Kemi pasur në ndërkohë edhe një telefonat me sa e kom parun dhe besoj dhe shpresoj që do të na thirr prapë dëgjuesja apo dëgjuesja, sepse linja ishte e zënë. Kështu që e mirëpresim të dashur dëgjues. Ne do shkojmë pa humbur kohë me një këngë në vazhdim dhe uroj dhe shpresoj që jeni duke kaluar bukur edhe ju. Ty lajmërej edhe njëherë të dashur dëgjues që nesër nuk do të kemi emision për fëmijë, pasi që pas nesër mbrëma do jem bashkërisht me moderatorin e shkëlqyeshme Vlera Gjoshi për t'ju përshëndetur, për të përshëndetur dhe për të marrë përshëndetjen nga ju me rastin e ndërrimit të motëve. E ja ulim zërin këngës edhe do të ndalim, mos na i kjo këngë bukur, e kemi tashmë në linje dhe dëgjuesën tonë të rregullt të Vjollcën. I dëshiroj mirësardhje, mirë mbrëma Vjollcë. Mirë mbrëma, mirë se u gjeta. Mirë se na erdhe, si e kalu e sot atje në pejen e bukur. Mirë, faleminderit, mirë. Si gjithë punë shpe, që shto koha e mirë së të konë. Mirë. Do gripa na kam vizitu ka pak.
Jeni në punë ala, po keni pushim edhe ju? Ja, në punë s'kem pushim, kur të vinë gërbetqartë, s'ka pushim, o. Po shkojnë flijat, po? Au, si fishek të altis të dalë për dire. Mirë shumë. Ju a jeni mirë që shpo kaloni? Mirë jena mirë, po kalojmë si zakonisht shumë bukur. Jo, thira me veta ardhë kush për Kosovë, më ka për kush farë qokolada nëse. Për nërë nuk e di, aja që të bje qokolada nuk o ardhë, tjertë nuk e di kush ka ardhë. Edhe shpresojmë tjetë mirë, është pak e poshtë që hyni njëherë në për cili, por nuk po e shamo, të shpresojmë që është mirë me shëndet. Si pava shumicën e shoqnisë. Jo, Parushja ma ke... Janë nuk e di, janë duke pushu, çka janë të i bo nuk e di, sepse me të vërtet disa nga dëgjuesit ata gjenerata, ata shoqënia e tuaj dhe dëgjues tuaj të rregullt herë po vinë, herë po shkojnë. Po thash edhe pore, kur do që të vinë janë të mirëseardhur, të di që unë nuk është edhe koha festa mosafira ne i knej. Asë premton ku adhone po mungoj si shpesh mungesa me arsye se s'po shojnë prej pune. Ja, mërë s'ka problem. Të kuptoj lirisht për ata mësu shqetësa. Që po kaloni në sen treja ko me në pasu ju aja? Jo, për njerë për neve nuk ka diçka të veçantë, nëse gjithmonë. A na ke sjell nej barcoleta, nej konga, nej... Ja, për kongë, so kam shkozoni se më ka troshi, tash jam bo burra shpe gripi. Po hanim, s'ka gojle edhe... Ta mën me qefteli shkon. Ja, s'pe aprishi ati telefoniusit ma heret, e i ljumt, a e kish zonin i me knu e me qashtris. Ma shumë se do si dalin, po shumica jam vish mi këshyr pa zo. E a e kish zonin pushk. Ja, po nderishëm edhe për tyre dhe për teje që jeme neve këtu në i Barcoletë të ki i Barcoleta, besoj që... Po, i kom një dysha ty që më kanë ljohë nga përshtypje këtë ditë. A thash hajt t'jam të regoj edhe juve pak, sa do pak nështë me kontribu në emision. Me kënaqësi po të ndjekum vetëm urna. I kish pas thirë njoni policin, thirë një herë, thirë 2 herë, thujnë që qeli mërë se diçka ka me rëndësi që kë si u kanë thirë të nkuën edhe kur ja qelin e thujnë hajde për zot një qa ka 3, thë që shme qa ka 3 për çdo dit gruja po mprej ka 2 herë në ditje. A i sysh, thot o gruja po mprej për çdo dit ka 2 herë në ditje, thot a i burë. Kujtova si është në esen maron, hajtë se s'pas ka takat ma shumë, sa her pe lyp shëti ma mirë, bile doju me që ato mirë të ka. Dhe kështu që sa kam bo dertas policia su orë vakti mi rajburët, stash me ka orë mandasi. Ja, dhe i ka orë dita edhe inshallah nuk e... Vesh me sjell 2 herë një vend se ju lëmë vend edhe të një duhet një këqyr vetë. Ja, duhet me pas kujdes. Ma kujtove një Barcoletë dikon qanë një grunë të mjeku edhe tash i thot unë tash pikthej për dhe me thonë personazh triumfues burë tash e qanë ta qojmë kështu në thojza se nuk është mirë me rrej as burrin as grunë po edhe shkon edhe qanë të mjeku kur e qanë të mjeku i thot mjeku ka mungesë të hekrit. I mungon hekri, thot, Allah, thot, druj ku më dha bëllë, që për hekër se mbas ka shku meni. Ja, tash na ka ardhe vakti neve. Po, vallaj. Një dhonë hekër e druë që ka dhe. Edhe njone e kish pacu grunë të mjeku, edhe kur del ajo aty, ajo tash e shkruan pak receptin vetë. Edhe i thot burë, më tha mjeku me shku në baje, me shku në bjesht dikone, me shku në detje, ja përmen që të do pushime mja bo, thot
ta shumet krejt veç pejteje, thot çka ka dën me anis mas pari. Thot vallaj mas pari gru me ndrru doktorin. S'të kore. Mirë. Edhe një tjetër, një re vjeher ishin kon tu ec, arrit tu ultu me kerr edhe shoj një kombi gjenazës. Edhe ja bën ajo ut pafshran që t'kerra, di vjera ja bën res. Thot amin inshallah, unë shofer ti pasagjer. Edhe tash i kalojnë burret aty, thot ut pafsha që tu, e tarsha që tu. Thot amin inshallah, ti banor, unë vizitor. Kështu që sushty mo dhe kalon dhe që aty. Faleminderit shumë. Nëse ki dhe diçka më shtuar në. Vallaj, veç deshta me ju përshëndet krejtve, edhe thash që tu 2-3 barceleta të shkurta t'ja u kallzoj. Faleminderit shumë që u bërë pjesë e misionit, falenderoj për kontributin që e dha. Edhe Natën e mirë ju përshëndes nga zemra, ata që ju ardhur inshallah kalojnë mirë, inshallah vit. Faleminderit shumë edhe një herë, edhe ne bashkangjitëm këtu në urimet tuaja. Edhe juve që jeni aty ju uroj të kaloni mirë me mysafirët, me bashkëdhëtarët tanë që vinë atje. Faleminderit edhe një herë. Punë barës. Faleminderit për ty edhe për krejt dëgjues, edhe shumë respekt për krejt, edhe për mundësinë që po na jep, falenderoj nga zemra. Gjithashtu edhe ne të falenderojmë. Hajde natën e mirë, kalofshi mirë. Natë mirë edhe për ty, kalo sa më bukur. Faleminderit shumë. Ishte me ne Vjollca nga Peja. Falenderojmë shumë dhe urojmë qaste të bukura. Harrova me pyet për një këngë, nëse është këtu në lidhje, mundet me kërkue, duket ende se kem përmbyll, se kem shel Vjollca apo jo. O iku. Na iku Vjollca, sido që tjetë. Ne e falenderojmë edhe një herë dhe i urojmë qaste të bukura. Do të shkojmë me një këngë e cila shkon për të nderuarin Sheremetalaj, që e kërkoj për mikun e tij dhe tonin të nderuarin Fadel Tashefci. Shkojmë me Elizabeta Markon në vazhdim dhe kënga Goj Sheqer. Të dëgjojmë këtë këngë. Réveille-toi mon cœur. Dëgjuam edhe këtë Je garde à l'hôpital aujourd'hui. Allez, dhe debout mon cœur. u rikthym të dashur dëgjues. Jemi drejt për drejtë në Radio Lira. Ora në studio 20:53 minuta. Po shpresoj që jeni duke kaluar bukur edhe ju dhe uroj të kalojmë bukur deri në fund të këtij emisioni. Do shkoj me një këngë që na ka arritur nga në nderuara poetja Halime Musa,
dhe do të ndjekim këngën e saj në vazhdim. Shpresoj të dëgjohet. Të kthejmë edhe në fillim. Është paksa në një formë tjetër nëpërmes Viberit, po shpresoj që të dëgjohet pastër. Këndo morzogo i malit, se sot jam mërzit. Këndo morzogo i malit, se sot jam mërzit. Këndo një këngën djallit, shëroma këtë shpirt. Këndoja këngën djallit, e më shëron në shpirt. Zemra ime mjera, është u i vujt në zi. Zemra ime mjera, është u i vujt në zi. Të bëhen por si bileta, qoha djallë të ri. Do të bëhem si bleta, qoha djallë të ri. Prej se largun djeva, zogun tu i këndu. Prej se largun djeva, zogun tu i këndu. Me një heru ktheva, zorin me i dëgju. Me një heru ktheva, zorin me i dëgju. Atëher zemra ime, si lule në mëngjes. Atëher zemra ime, si lule në mëngjes. Bushur me kujtime, dashuri undes. Bushur me kujtime, dashuri undes. E dëgjuam këtë këngë të bukur, e përgëzojmë dhe falenderojmë shumë të nderuarën Alime Musa për këngën e bukur që na dhuroi ne, dhe shpresoj të jetë dëgjuar bukur tek ju të dashur dëgjuese, pasi që si thash është në një formë tjetër nëpërmes Viberit. Edhe një herë e falenderoj dhe uroj suksese gjithmonë edhe në shkrime, edhe në këndime. Vërtet ka një zë të bukur dhe e përgëzojmë. Ne do shkojmë edhe me një këngë të bukur në vazhdim. Jemi ka fundi emisionit, por gjithmonë edhe një herë ju njoftoj që nesër nga ora 16 deri në 17 nuk do të ketë emision për fëmijë, meqense jemi në fund të vitit. Por emisionin do të bëjmë bashkarisht pas nesër me datën 20, ndërtet me datën 30 dhjetor, nga ora 19 bashkarisht do jem me moderatorin Vlera Gjoshi për 2 orë deri në orën 21, që t'ju japë mundësi edhe juve të përcjellni urimet tuaja të përzemërta në këtë ndërrim moti. Një përshëndetje shkon për Blerim Azirin, i cili është me ne, Recep Shaqirin e përshëndes vendasin tim të nderuar, uroj qaste të bukura. Një përshëndetje shkon edhe për këngëtaren dhe poeten Miranda Troqi Derti, që është me ne, përshëndes edhe bajanokun tim në Miluz dhe Francës, Hamdi Januzin. Po ashtu një përshëndetje edhe për poeten Fatmire Berisha. Përshëndes edhe të nderuar Hira Maloku, që është shoqëri me Radio Vlera, dhe gjithë juve të dashur dëgjuese Agron Sadikun, po ashtu e përshëndesim, dhe gjithë dëgjuesit të cilët janë duke u shoqëruar me Radio Vlera. Nifa është po ashtu e përshëndetur në Gjermani. Kështu që do shkojmë edhe me një këngë bukur nga Fatmira Breqani dhe Golden po me stëm pak. Nikosh kënga besoj që do ta gjej.
Do të dëgjojmë këtë këngë, Kismeti titullohet kënga, nëse s'ka boj. Do të dëgjojmë vazhdim. Hajde mos ngati syt po t'i lshoj si prej një shpati. Tik tak koha po kalon, mos e vet kërkon, vete qefin ton thuj hej. O qef e kom vesh një fjal, që ku e kom kismetin përbal. Besom s'jom t'u rajt, mu ka tek me ty me nejt. Ti je veç njët që i len ana shkrejt. O për ty e djana, o me ka banana, ne belin e home, o për ty kalana. Se me ty e djana, me zuni dhe shtia, oh ma pjesë se una, se ka Shqiptaria. Dera nuk ta disha, edhe pse nuk shifsha, erën ta nisha. Buzëqeshja jote zemrën ma knaq, dashnia jote për mu o ilaq. Të dashur dëgjues, të pëndahemi me ju me shpresë që keni kaluar bukur, duke uruar një natë bukur e qetë dhe duke lërë takim mas nesër nga ora 19. Deri atëherë bashkë, miru takofshim. Natën e mirë të dashur bashkëdhëtar.